Përshëndetje gjithve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot të bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Ju mund të mendoni personin tuaj ose të mendoni çfarë ky person ndjen, çfarë synimesh ka në lidhje me ju. Dhe ky është një lexim i përgjithshëm. Mund të merrni atë që ju përshtatet. Gjithsesi, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Dhe shohim energjinë që na vjen në lidhje me këtë lexim. Atëherë është një energji shumë e bukur në lidhje me ju. Shoh që këtu kemi të bëjmë me një person që ndoshta ka një vizion ndryshe, është një person që është në pritje të kësaj dashurie dhe ky person mendon se si të afrohet me ju ose si të ndryshojë situatat midis jush. Gjithsesi është një person që është duke studiuar situatat, në çfarë do lloj situate që ju mund të jeni. Dhe këtu flasim për, janë dy kartat të arkanës së madhe. Është një person që ndoshta ju ka idealizuar, ose një person që ju shikon me shumë admirim. Është një person që mendon se si t'ju shkruaj diçka, sepse po të vëmë re personi është duke shkruajtur, ose një person që rilexon ato mesazhet tuaja, ose një person që është duke parë fotot tuaja ose fotot tuaja më të pëlqyera dhe ky person e ka të fokusuar vëmendjen tek këto foto që ju mund t'i keni dërguar këtij personi diku në internet ose këtu flasim edhe për diçka që për disa prej jush që ndoshta keni shkëmbyer dhe foto me këtë person. Gjithsesi, këtu është dikush që mendon, nuk po e hap këtë kartë sepse është një kartë pak e zhveshur, është një person që mendon në lidhje me feminilitetin tuaj, ose mund të flasim dhe për një energji maskullore. Nëse flasim për një energji maskullore, është një person që është i pushtuar nga imazhi juaj. Gjithsesi, ky burr ose ky mashkull shef tek ju një kombinim shumë të suksesshëm të feminilitetit, të delikatesës, por të inteligjencës, të fisnikërisë shpirtërore, por edhe sinqeritetit dhe çelëtërsinë që keni kontribuar në këtë njohje ose në këtë lidhje që ju keni. Por ndërkohë ky shef imazhin e një gruaje tërheqëse, e një gruaje dhuruese, të dashur, të edukuar dhe përfaqëson ndjenjat që ky person ka në lidhje me ju dëgjues. Dhe ky person është duke studiuar gjithçka brenda tij në lidhje me imazhin që ka në mendje, në lidhje me imazhin tuaj që ky person ka në mendje. Gjithsesi është një energji ku personi është gjatë gjithë kohës duke menduar, duke shkruajtur diçka, por edhe duke studiuar situata që ju, ose duke studiuar për të futur në një njohje të re, në një rast. Në rastin tjetër, ky person ndoshta është duke menduar për t'ju takuar. Është një person që ju beson, por është dhe një person që ju beson në mënyrën se si shef ky person gjërat. Dikush që mund t'ju mbaj në konsiderat të lartë, është një person që ju shef ato cilësitë tuaja dhe ndjenjat që ka ky person në lidhje me ju. Ose ky person mendon që nuk ka takuar dikë në njësoj si ju.
Dhe është një histori shumë interesante, një energji shumë interesante që na vjen dhe shohim që ky person mund të jetë edhe një energji e dikujt që është në udhëtime. Por në kushte pak të vështira, se po të vëmë re këtu, moti është i vështirë dhe ky person mund të ndjejë vështirësi në këtë udhëtim. Ky udhëtim mund të jetë një udhëtim me avion, mund të jetë një udhëtim me makinë ose edhe me mjete transporti publike, por gjithsesi shohim që është një situatë e vështirë dhe ky person bie pak i frikësuar, ose është duke parë edhe atë madhështinë tuaj, sepse është një person që ju ka idealizuar dhe dëshiron të arrijë tek ju në mënyrën më të shpejtë, sepse shohim një fluturim këtu. Gjithsesi, është një person që ndoshta ndodhet edhe në kushte pak të vështira. Mund të jetë një marrëdhënie në distancë, mund të jetë një person që ju e keni në distancë, mund të jetë një person që dëshiron të vi drejt jush, por mund të jetë edhe një person që është në një pozicion më të lartë, mund të jetë në një pozicion ekonomik më të lartë, mund të jetë në një pozicion pune më të lartë, por këtu ndi se është një person që ka frikë, domethënë, dhe mendon se çfarë duhet të bëj për të arritur afër jush nëpërmjet këtij udhëtimi, ose nëpërmjet një avioni ose diçka tjetër. Gjithsesi është shoh shumë vështirësi në këtë udhëtim që ky person dëshiron të vi drejt jush. Megjithatë ky person është në një situatë ku është po vjen drejt jush, është në një situatë ku mendon të vi drejt jush më saktë. Gjithsesi, shohim që këtu kemi një energji zjarri këtu, energji e gafores, energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të zjarrit përsëri, por dhe të tokës. Përfshin gjitha energjitë e shenjave të horoskopit. Gjithsesi, këtu shohim diçka ku një dora e fatit si ku ndërhyn, ose ky person beson në fat, në lidhje me këtë dashuri, me këtë takim që mund të keni, ose në lidhje me një njohje që ju keni ose me një lidhje. Gjithsesi unë shoh që dielli shkëlqen këtu, dy persona shumë të dashëruar. Dikush këtu mund të jetë edhe duke e menduar gjatë gjithë kohës që punon ky person. Dhe kjo është një dashuri që është si e bekuar nga universi. Dhe shohim, hapim diçka tjetër. Dhe shohim një takim shumë të bukur, sepse po të shohim në fund të leximit, shohim dy persona shumë të dashuruar. Janë dy persona ku mund të flasin me njëri tjetrin, mund të kenë një romancë ose dy persona që dëshirojnë të shkojnë diku, dhe dy persona shumë romantik shoh këtu, por gjithsesi dhe dy persona shumë të dashuruar, por është edhe një marrëdhënie romantike e suksesshme. Ky person ndoshta është shpërpjekur gjatë gjithë kohës të kuptojë se çfarë ndodh mes jush në të vërtetë. Dhe shohim energjinë. Dhe këtu ranë dy letra dhe kemi energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të zjarrit. Shohim që ky person dëshiron, ndihet shumë i emocionuar sepse jemi te dhjeta e kupave, ka shumë emocione, beson tek ju dëgjues, tek kjo dashuri, më saktë, dhe ky person dëshiron që t'ju ketë pranë. Është një person që bën të pamundurën për t'ju pasur pranë. Por ndërkohë është një person që ju shef edhe përmes syzave roz, shikon këtë dashuri shumë të bukur. Gjithsesi, mund të jetë edhe një person që ndoshta ka luftuar shumë në lidhje me ju, sepse jemi te dhjeta e shkopinjve, por është një person që dëshiron vërtet të japi fund kësaj lodhje për të
dhe të tentoj për të përmbushur ato dëshirat e veta në lidhje me ju. Dhe këtu kemi përsëri, kemi energjitë shenjave të tokës dhe energjinë e diellit, shenja e luanit, ku ky person dëshiron ose është akoma mbas një takimi që do keni, ky person do jetë duke menduar se si t'i japi drejtim kësaj dashurie, ose si mund të ky person dihet ndoshta shumë i sigurt në lidhje me këtë dashuri. Thjesht do atë kohën e vet për të menduar se si mund të japi drejtim dhe si të hedhi dritë në rrugën e kësaj dashurie, në një takim që do ketë me ju, në një bashkim që do ketë. Dhe jemi te karta e energjia e kartës së diellit, ku dielli përfaqëson shkëlqim, lumturi, sharm. Ky person ndoshta ju shikon në këtë formë, ose është duke menduar se ju keni një shkëlqim, keni sharm, jeni një person që ndriçoni ose lëshoni dritë, por jeni dhe një person që transmetoni një lloj nxehtësie ose ngrohtësie tek ky person. Dhe marrim një mesazh nga anglit. Atëherë, kemi përsëri energji zjarri këtu dhe ju thotë thotë se personi mund të jetë ndier në dilema, është një moment që ky person dëshiron të bashkëpunoj në lidhje me këtë dashuri dhe dëshiron që ta çojë para këtë dashuri, sepse është një person që është në pritjen tuaj, mund të jetë në pritje të një përgjigjeje, mund të jetë në pritje të një udhtimi për të ardhur drejt jush dëgjues, por ndërkohë shoh që është edhe një person ku vërtet dëshiron të çojë gjërat para në lidhje me ju. Gjithsesi do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Marrim dhe një tjetër. Dhe kemi kartën e magjistarit që i ka gjitha energjitë e shenjave të horoskopit dhe ju thot, jeni gati, thot, keni brenda vetes gjithçka për të bërë atë zgjedhjen tuaj në lidhje me këtë person. Jeta është e magjishme, ju thot. Dhe unë do shoh dhe diçka, çfarë do donte ky person t'ju thoshte, ose çfarë mesazhi do donte t'ju jepte. Do doja ta ratisesha me ty në një udhtim dhe ka lidhje edhe me kartën e udhtimit. Ky person do donte të bënte një udhtim me ju. Dhe marrim një mesazh tjetër, do jepja gjithçka që të isha me ty. Është një mesazh fantastik për të gjithë ju. Personi këto mesazhe do donte t'ju jepte. Gjithsesi, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse aty shtrihet gjithë muaj, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj një mbasditë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj video.